Laboratori i shkollës mesme Thoma Papapano ka shërbyer për plotësimin e formularit A1. 35 maturantët e kësaj shkolle tashmë e kanë përfunduar këtë proces dhe janë duke u përgatitur për provimet e maturës shtetërore. Leonel Duri është maturant në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër. 3 vite më parë ai zgjodhi këtë institucion arsimor me synim për të formuar si inxhinier IT. Sot, si shumë bashkëpunëtar të tij, Leoneli ka nisur hapat konkret drejt studimeve të larta duke plotësuar formularin A1. Po, na ndihmuan mësuesit për ta plotësuar formularin A1. Kemi filluar të përgatitemi avash avash, kemi bërë disa modele testesh në vitet e kaluara dhe themi se do t'ja dalim. Procesi i aplikimit për maturantët e shkollës profesionale Thoma Papapano u zhvillua i shoqëruar me asistencë të vazhdueshme nga stafi pedagogjik dhe drejtuesit e shkollës me qëllim orientimin e saktë të nxënësve drejt degëve universitare që përputhen me formimin e tyre profesional. Koordinatori e karrierës në këtë shkollë, Elvira Lengo, shprehet se maturantët u informuan në kohë për lëndët që duhet të përzgjedhin ku synojnë të vazhdojnë studimet. Për 3 ditë me radhë, neve u morëm me maturantët e shkollës tonë në bërë në plotësimin e formularit A1 për regjistrimin në maturën shtetërore të vitit 2026. Neve kemi 3 klasa si vjetë në drejtimin shërbime mjetesh transporti, termohidraulik dhe mbështetës të përdoruesve të TIK. Çdo gjë shkoi normalisht, të gjithë nxënësit u regjistruan në portal për të kaluar në provimet e maturës shtetërore. Nuk patëm ndonjë problem, sistemi funksionoi në rregull, çdo gjë në rregull. Cilat kanë qenë degët që kanë zgjedhur më tepër maturantët? Si që thashë më përpara, klasat neve kemi të ndara si pas drejtimeve. Një klas ishte në drejtimin mbështetës të përdoruesve të TIK, që janë nxënësit që studiojnë më thjesht për teknologji, informacioni dhe komunikimi, për shërbime mjetesh transporti dhe për termohidraulik. Këto janë 3 drejtimet që neve kishim regjistrimin për maturën shtetërore për vitin si vjet, për vitin 2026. Sa maturant kanë shkolla dhe shkojnë të gjithë për drejtimet që ata janë profilizuar gjatë shkollës së mesme, apo keni patur edhe maturant që kanë studiuar për këto degë, por përsëri kanë zgjedhur profesionet të tjera? Po, për të regjistruar në maturën shtetërore, ata janë detyrimisht do të zgjedhin profilin që ata studiojnë. Neve si vjet kemi rreth 35 maturant në të 3 këto drejtime. Pavarësisht se çfarë do të zgjedhin ata pasi të mbarojnë shkollën, për maturën shtetërore ata do të zgjedhin lëndën që japin me zgjedhje kanë profilin që ata studiojnë në shkollë. Në shkollën e mesme Thoma Papapano janë 35 maturantë ndarë në 3 degë, të cilët kanë plotësuar formularin A1 dhe po përgatiten paralelisht edhe për provimet e maturës shtetërore. Ndërkohë për maturantët e viteve të mëparshme, aplikimi përmes formularit A1 do të zhvillohet në datat të 10 dhe 11 shkurt. Zyrat arsimore dhe institucionet arsimore do të jenë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë gjithë procesit të aplikimit.